Specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorës arrestuan për veprën penale ndërtimi i palishëm kryer për qëllime përfitimi një shtetas 41 vjeç dhe një 40 vjeçar, si dhe një tjetër 52 vjeçar, me funksione inxhinier zbatimi dhe drejtues projekti, pasi dyshohet se kanë lejuar punime ndërtimi nga punëtorët e tyre në zonën e Jalës dhe Dërmiut, pa u pajisur me dokumentacionin përkatës. Për të njëjtën vepër penale u shpall po ashtu në kërkim edhe një tjetër shtetas i katërt, banues në fshati Vuno. Gjithashtu u proceduan penalisht 4 punonjës të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë Simar për veprat penale shpërdorimit të detyrës, konkretisht një 44 vjeç, drejtori i IMT-s, si dhe një 30 vjeçar dhe një tjetër 27 vjeçar, si dhe një 30 vjeçar, të tre me detyrë inspektor. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për një shtetas 37 vjeç banues në Elbasan, pasi bashkëshortja e tij ka kallëzuar se ai ka ushtruar dhunë psikologjike. Po këta specialistë referuan materialet në prokurori dhe po punojnë për gjetjen e një shtetase 37 vjeçare banuese në Vlorë, e cila prej datës 29/5/2025 është larguar nga banesa dhe ka humbur kontaktet me familjarët e saj. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Simar referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për një shtetas 42 vjeç banues së Bosh, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim penal një shtetas me inicialet FL, se i ka zaptuar një sipërfaqe toke në fshatin Bosh, duke kryer punime ndërtimi. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Sarandës referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për një shtetas 56 vjeçe banuese në Sarandë, pasi dyshohet se ka vjedhur 2 aparat celular, si dhe një shumë parash në banesën e një shtetaseje në fshatin Stjar të Delvinës. Materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.